Italia mbetet e përfshirë në një klim tensioni dhe konfuzioni lidhur me atentatin ndaj gazetarit investigativ Sigfrido Ranucci, ndërsa dy nga mediat më të mëdha të vendit, Il Giornale dhe ANSA, raportojnë versione të ndryshme mbi drejtimin e hetimeve. Në qendër të këtij debati është pista shqiptare, e cila fillimisht u përfol si e mundshme, por më pas duket se është spostuar në plan të dytë. Sipas një raportimi të Il Giornale, arrestimi i Altin Sinomatit, një shtetas shqiptar i arrestuar më 10 tetor në Abu Dhabi dhe i konsideruar porositësi i vrasjes së Selvadi Shehait në vitin 2020 në Torvajanika, është parë si element kyç në zbardhjen e një rjeti kriminal që mund të ketë lidhje me atentatin ndaj Ranucit, ndodhur më 16 tetor pranë shtëpisë së tij në Pomezia. Mediat e djathta italiane raportuan se vrasja e Shehait ndodhi vetëm 100 metra larg banesës së gazetarit, në një zonë e cila sipas vetë Ranucit është e kontrolluar nga fraksione të krimit organizuar shqiptar dhe bashkëpunëtor të figurave si Fabrizio Piscitelli, i njohur si Diabolico. Në të kundërt, agjencia zyrtare italiane ANSA raportoi se pista shqiptare nuk është më prioritet në hetim, duke cilësuar si një sugjestion dhe jo një pistë konkrete në këtë fazë. Hetuesit e antimafias romane janë të përqendruar më tepër në lidhjet e mundshme të atentatit me grupe ekstremiste të djathta dhe elemente të tifozërisë ultras, si dhe me intimidimet e shumta që Ranucci ka raportuar që prej vitit 2021. Vetëm në prokurorinë e Romës ndodhen mbi 10 dosje hetimore të hapura për kërcënime ndaj tij, të gjitha aktualisht ndaj autorëve të panjohur. Ndërkohë, autoritetet italiane po analizojnë edhe kamerat e sigurisë dhe makinat e përdorura në sulm. Një Fiat 500 e vjedhur në zonën e Ostias është gjetur pranë shtëpisë së Ranucit, ndërsa dëshmitarët flasin për një burrë të maskuar që u pa pak para shpërthimit. Hetimi ka marrë për masa të gjera dhe, siç raportojnë mediat, autoritetet kërkojnë të lidhin episodet e mëparshme të kërcënimeve me këtë atentat. Ndërkohë, vetë Ranucci ka qenë i qartë në qendrimin e tij publik, duke e lidhur klimën e frikës me ekspozimin e krimit organizuar në emisionin e tij. Nuk janë shumë njerëzit që kanë kapacitetet për të kryer atentate të tilla, ka deklaruar ai në një intervistë për Repubblika, ku ka përmendur qartë edhe rolin e mafias shqiptare në Trovajanika dhe lidhjet e saj me dosjet e Report.